Благодарни сме дека денес меѓу нас е премиерот Оливер Спасовски и министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Ете на лице место видовме дека работите на канализационата мрежа се одвиват неприканато во овие времиња на пандемијата. Рачиново се променува, а ние реализираме круцијални инфраструктури проекти како канализација, шеталиште, градинка, патишта и слично. Рачиново нема да ја заборави посветноста на владата на Република Северна Македонија и на СДСМ, за да се подобри нашиот живот. Убедени сме дека во Рачиново граѓаните го ценат овој влог. Во изборната единица имаме двајца кандидати за пратеници, жители од Рачиново, а сигурни сме дека тоа е победничка листа на парламентарните избори. Jemi shumë falëndërues që sot mes nesh është kryeministri Oliver Spasovski dhe ministri i transportit dhe lidhjeve zotri Goran Sugarevski. Janë në vend të ngjarje pam punimet të cilat po zhvillohen për rritjen e kanalizimit, edhe pse në kohëra shumë të vështira siç edhe pandemia, punët po zhvillohen pa ndalur. Haraqina po ndryshon për të mirë. Haraqina nuk do të harroj përkushtimin e qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe LSDM-s, që po paraqiten për të na ndihmuar në shumë sfera e që nuk është investuar në 30 vitet e kaluara as pak në vendbanimet e tona nga qeveritë e kaluara. Po përmendi disa nga projektet dhe vlerat përkatëse që janë investuar në komunën e Haraqinës gjatë 2 vite e gjysmë sa jemi në komunë. Jemi duke implementuar 15 kilometra kanalizim në Haraqinë në vlerë prej 1.7 milion euro. Jemi duke bërë shpimin e 3 bunareve në Mojac për ujë të pishëm në vlerë prej 200.000 euro. Kemi fituar projektin për qerë dhe fëmijësh për herë të parë në komunën tonë me vlerë të përafërt prej 800.000 euro. Kemi përfunduar objektin e komunës për momentin Poshtrot dhe Oborri me vlerë të përgjithshme prej 350.000 euro. Jemi duke implementuar projektin për shëtitore. Për herë të parë Haraqina do të ketë shëtitore në mes të fshatit me vlerë prej 200.000 euro. Kemi asfaltuar rrugën 11 në vlerë prej 30.000 euro. Kemi asfaltuar rrugën e Grushinës me një vlerë të përgjithshme prej 200.000 euro. Së fundmi, kemi fituar projekte të tjera për asfaltimin e 3 rrugëve me trotuare, rruga 4 dhe 14 në Haraqinë, si dhe asfaltimi i rrugës për në fshatin Orllac. Këto 3 rrugë kapin vlerën e 550.000 euro. Në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe Lidhjes, shumë shpejt do të fillojmë me realizimin e këtyre projekteve. Gjatë kësaj periudhe të shkurtur janë bërë punë të jashtëzakonshme për përmirësimin e shkollave të komunës sonë, janë merremetuar për brenda dhe jashtë. Në shkollën e Grushinës për herë të parë është investuar nxemje qendrore. Investimet në shkolla për këto 2 vite kapin vlerë rreth 300.000 euro. Përveç këtyre objekteve kapitali jemi kujdesur edhe për xhamin qendrore, gjithashtu edhe për varrezat e 2 etnive shqiptare dhe maqedonase. Sipas këtyre shifrave që janë investuar apo janë duke u investuar në komunën tonë, vlera e përgjithshme e të gjitha projektet për vetëm 2 vite është rreth 4.300.000 euro, që është një investim i jashtëzakonshëm në komunën tonë në vetëm 2 vite mandat.